Moti i qëndrueshëm dhe temperaturat e larta kanë nxitur mijëra qytetarë që t'i drejtojnë Bregdetit gjatë fundjavës, duke sjellë fluks të lartë pushuesish në zona turistike të Lezhës. Si pasojë në aksin rrugor Milot-Lezhë është regjistruar trafik i rënduar me radhë kilometrike automjetesh që kanë vështirësuar qarkullimin. Në mesin e mjeteve të shumta që udhtojnë drejt Bregdetit vëret një prezencë konsiderueshme automjeteve me targa të Kosovës, ndërsa pushues nga shteti fqinj kanë zgjedhur bregun shqiptar për të shijuar ditët me diell dhe detin. Lëvizja e shtuar e fundjavës ka nxjerrë në pa edhe sfidat infrastrukturore, veçanërisht në akset kryesore që lidhin zona turistike me qytetet e mëdha. Autoritetet kanë apeluar për kujdes në drejtimin e automjeteve dhe respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor për të shmangur aksidentet apo bllokimet e panevojshme. Ky fluks konsiderohet si tregues i një sezoni veror intensiv, ndërsa Lezhë me plazhet e saj të njohura si Shëngjini dhe Tale vijon të mbetet ndër destinacionet më të preferuara për pushuesit vendas dhe të huaj.